Dashi. Në këtë ditë të fundit të nëntorit, zemra juaj ndjen nevojën për të rizbuluar veten. Energjia pozitive do t'ju ndihmojë të përballoni sfidat me lehtësi dhe besim. Në punë mund të shfaqen mundësi të reja bashkëpunimi, prandaj qëndroni të hapur ndaj propozimeve. Nëse jeni në një marrëdhënie, një bisedë e sinqertë mund të sjellë një kuptim të ri dhe afërsi të thellë. Beqarët mund të ndjejnë një tërheqje të papritur ndaj dikujt që deri tani ka qenë vetëm një mik. Financat do të kërkojnë pak kujdes, por me menaxhim të zgjuar do t'i kaloni me siguri të plotë. Ndiqni intuitën tuaj, pasi ajo do të jetë udhërrëfyesi më i mirë për çdo vendim që duhet të merrni sot. Gëzojini momentet dhe mos harroni të jeni mirënjohës për atë që keni. Demi. Gjatë kësaj dite do të ndjeni të rrethuar nga një valë e re energjie pozitive. Zemra juaj do të ndriçojë me ndjenja të thella për ditë që keni pranë. Mos e humbni këtë mundësi për të shprehur ndjenjat tuaja në mënyrë të sinqertë. Në punë, përkushtimi juaj do të njihet dhe do të korrni frytet e mundit tuaj. Mund të vijë një ofertë interesante që do t'ju bëjë të mendoni për të ardhmen. Financat do të jenë të qëndrueshme, por mos harroni të menaxhoni me zgjuarsi shpenzimin. Sot është dita e duhur për të reflektuar mbi vlerat tuaja dhe për t'i dhënë prioritet çështjeve që kanë vërtet rëndësi. Një ecje në natyrë do të ndihmojë mendjen tuaj të qetësohet dhe do t'ju japë qartësi shpirtërore. Binjakët, dita e sotme sjell një energji të re dhe një ndjenjë entuziazmi të freskët në jetën tuaj. Qetësia dhe qartësia në komunikim do t'ju ndihmojnë të zgjidhni disa keqkuptime të vogla në marrëdhëniet personale. Nëse keni menduar për të bërë ndryshime në punë, sot është momenti i duhur për të konsultuar me kolegët apo për të kërkuar këshilla nga të besuarit tuaj. Financat duket se po stabilizohen, por mos e tejkaloni veten me shpenzime të panevojshme. Ndërsa vetë vlerësimi juaj rritet, do të ndjeni më të fuqishëm për të përballuar sfidat. Jepuni hapësirë dëshirave tuaja artistike apo krijuese dhe eksploroni horizonte të reja. Kujtoni të mbani një ekuilibër mes punës dhe kohës për veten tuaj sot. Daforia. Sot ndjesia e qetësisë dhe harmonisë do të mbizotërojë në zemrën tënde. Në dashuri, një bisedë e sinqertë me partnerin mund të sjellë një afrim të madh mes jush. Nëse je single, bota e mrekullive të reja po të thërret dhe një takim i papritur mund të ndisë shkëndija. Në punë, qepësia që të karakterizon do të ndihmojë të përballosh sfidat me mençuri. Mund të lindin ide të reja për projekte që do t'i çojnë aftësitë tua në një nivel tjetër. Financat janë në një ekuilibër të qëndrueshëm, por mendo me mençuri për investimet e ardhshme. Kujdesi për veten do të japë energjinë e nevojshme për të përballuar çdo sfidë. Mos harro të marrësh frym thellë dhe të lundrosh me lehtësi në rrjedhën e ditës. Luani. Dita e sotme mbart me vete energji të ndritshme që të nxit të shprehesh me pasion në gjithçka që bën. Në fushën e dashurisë, një bisedë e sinqertë me partnerin mund të sjellë qartësi dhe afrim emocional. Nëse je beqar, tërheqja që ndjen mund të çojë drejt një njohjeje të re që ka potencial të madh. Në punë, kreativiteti yt është në kulm dhe të ndihmon të zgjidhësh me lehtësi çdo sfidë që has. Për sa i përket financave, është momenti i duhur për të bërë zgjedhje të mençura dhe për të shmangur shpenzimet e tepruara. Kujdesu për mendjen dhe shpirtin duke gjetur pak kohë për meditim ose reflektim. Mos harro të falenderosh për të gjitha bekimet në jetën tënde. Virgjëresha. Në këtë ditë të fundit të nëntorit, qielli i jep krah ndjeshmërisë dhe ndjesive të tua. Ndiq intuitën në çështjet e zemrës, një bisedë e sinqertë mund të sjellë afrim të papritur. Në punë, kushto vëmendje detajeve dhe shmang vendimet e nxituara. Një mundësi e re financiare mund të shfaqet, por analizojeni me kujdes përpara se të angazhoheni. Energjia juaj sot është e qëndrueshme, kështu që shfrytëzoje për të përfunduar detyrat e lëna pas dore. Në mbrëmje, krijo një ambient relaksues për veten, ndoshta me një libër ose muzikë të qetë. Kujdesu për mendjen dhe trupin, duke u ndalur për të reflektuar mbi mirënjohjet e vogla. Besoj rrjedhës së ditës dhe lejoje të surprizojë me momente të këndshme. Peshorja. Dita e sotme sjell një ndjesi harmonie dhe balancimi për ty, si një melodi e ëmbël që të përfshin. Në aspektin e dashurisë, momentet e ndara me partnerin do të ndizen me një shkëndijë të veçantë. Kushtoj vëmendje detajeve të vogla që ndriçojnë zemrën. Në punë, një projekt që ke nisur me pasion do të fillojë të tregojë frytet e tij, mos hezito të ndash idetë me kolegët. Financat janë në një terren të qëndrueshëm, por kujdesi ndaj shpenzimeve të vogla do të jetë vendimtar. Sot mund të ndjesh një impulse të brendshme për të rifreskuar hapësirën rreth teje, ndoshta një rregullim i vogël do të sjellë ajër të ri. Qetësia e mendjes do të jetë çelësi për të përballuar çdo sfidë që mund të shfaqet. Akrepi.
Sot mund të ndihesh më i motivuar se zakonisht dhe është koha e duhur për të përfunduar projektet e filluara prej kohësh. Dashuria mund të sjellë një ndjenjë të veçantë afërsie, kështu që shfrytëzo çdo moment për të ndarë ndjenjat me partnerin. Nëse je beqar, një takim i papritur mund të ndryshojë shumë gjëra. Financat kërkojnë pak më shumë vëmendje. Është koha për të bërë një plan të qëndrueshëm shpenzimesh. Ndiq intuitën tënde kur merr vendime profesionale, sepse ajo do të udhëheqë drejt zgjidhjeve të zgjuara. Gjej pak kohë për veten dhe reflekto mbi progresin e arritur. Kujdesu për shëndetin me kujdes të veçantë në ushqim dhe relaksim. Sot është dita për të besuar fuqimisht në aftësitë tua të brendshme. Shigjetari, sot do të ndihesh plot energji dhe gatishmëri për të përballur çdo sfidë që të del përpara. Në lidhje me jetën profesionale, mund të kesh një mundësi për të treguar aftësitë e tua krijuese. Mos hezito të tregosh talentin që ke, pasi kjo mund të sjellë rezultate të papritura pozitive. Në çështjet e zemrës, është momenti ideal për të ofruar më shumë me partnerin ose për të nisur një bisedë të sinqertë me dikë që të intereson. Në aspektin financiar, do të ishte mirë të kontrollosh shpenzimet dhe të mos bësh investime të nxituara. Ndryshe, ndjesitë e brendshme do të jenë të qeta dhe të harmonishme, duke të dhënë mundësinë të reflektosh dhe të rigjesh balancën e brendshme. Merr kohë për veten dhe shijo momentet e vogla. Briciapi. Në këtë ditë të veçantë, energjia juaj do të jetë në harmoni me rrethin tuaj, duke sjellë qetësi dhe ekuilibër. Në dashuri, partneri mund t'ju befasojë me një gest të ndjeshëm, ndaj hapni zemrën dhe shprehni mirënjohje. Në punë, projektet që kohë më parë duken sfiduese tani fillojnë të marrin formë. Kjo është koha e duhur për të treguar vetbesim dhe për t'i dhënë zë ideve tuaja. Financat janë të qëndrueshme, por mbani një sy më të mbretët mbi shpenzimet e vogla që mund të grumbullohen. Sot merrni një moment për të reflektuar mbi arritjet tuaja dhe për të planifikuar hapat e ardhshëm. Kujdesi ndaj vetes dhe një mendje e qetë do t'ju çojnë përpara me siguri dhe qetësi. Ujori. Sot do të ndihesh si një rrymë me lehtë ajri që përkëdhel botën. Lidhjet me miq dhe familjen do të jenë të ngrohta dhe kuptimplota. Në dashuri, mund të gjeni një harmoni të re me partnerin, duke ndarë biseda që ngrohin shpirtin. Në punë, sfidat mund të duken si detyra të vogla që kërkojnë vëmendje, por shpirti yt inovativ do të të ndihmojë të dalësh mbitohesh një ditë e mirë për të bërë plane financiare. Mund të mendoni për të investuar në diçka që ju frymëzon. Mos harroni të merrni kohë për veten, qoftë edhe vetëm për të lexuar një libër të mirë ose për të shijuar një kafe. Kjo qetësi do të ushqejë shpirtin tuaj të lirë dhe krijues. Peshqit. Dita e sotme sjell një frymëmarrje të re në jetën tuaj emocionale. Është koha e përshtatshme për të reflektuar mbi marrëdhëniet personale dhe për të bërë ndryshime të vogla që mund të kenë ndikim të madh. Në punë, fokusohuni në detajet që mund të kenë kaluar pa u vënë re më parë, pasi ato mund të jenë çelësi i suksesit tuaj. Financat kërkojnë pak vëmendje, ndaj mos bëni blerje impulsive, por mendoni 2 herë. Kreativiteti juaj është në ngritje, ndaj shfrytëzojeni për të sjellë freski në projektet tuaja. Mos e lini stresin t'ju pushtoj, momentet e qeta janë të rëndësishme për mirëqenien tuaj. Një ecje e qetë në natyrë do t'ju ndihmojë të rregulloni mendimet dhe të gjeni paqen brenda vetes.